Mish Kosova Presit, përshëndetje. Po nisim sot një rrugtim të ri, mbase jo shumë të gjatë, do të jetë shkurtër, por do të jemi këtu me Sportcastin e Botrorit, një emision që do t'i kushtohet pikërisht të zhvillimeve në ngjarjen më të madhe sportive që po zhvillohet këtë muaj, kampionatin botror të futbollit. Do të komentojmë zhvillimet, do të komentojmë ndeshjet, rezultatet, analizat bashkë me të ftuar të ndryshëm, unë sot kam nderin që po e nis këtë rrugtim të shkurtër, siç e thash në fillim, me dy të ftuarit e me që është në krahun tim të majt Kushtim Krasniqi, zëdhënës i Komitetit Olimpik të Kosovës, njëkohësisht edhe ka punuar si gazetar dhe është i njohur për këtë çështje. Kushtim, shumë faleminderit që gjeti kohë me ardh. Si faleminderit për ftesën. Edhe në anën tjetër të gjatë është Gazmend Syla, mund të them pak i resursi brendshëm i Kosova Presit, të drejtor i informacionit në Kosova Press. Gaz, faleminderit që ndojtë kohë me qenë me neve sot. Faleminderit për ftesën edhe urime për këtë shtesë në emisionit. Shpresoj që do të shkojë mirë edhe mbar, edhe mendoj që ja vlen jashtëzakonisht shumë. Do sidomos tash në këtë fazën finale të Kupës Botës. Është mirë për shikuesit e Kosova Press që ta keni emision i cili ju ofron përditshëm, domethënë mos çuj analiza se nuk konsideroj që jam një analist i fortë, po të paktën mendime personale dhe vështrime personale për atë çka shoh dhe çka lexoj rreth botrorit. Në fakt po birë e përmendimi pikërisht në atë fazën e nxehtë kur po hyn botrori, ndoshta fillim u duk që nuk po ofron atë spektaklin e duhur që e kemi prit, por tash duket ka nisë të marrë rrugën kështu më të ngushtë, më të fuqishme se çerme këtu për plasjet e mëdha. Kushtim, në fakt ishte deri tani befasia më e madhe eliminimi i Brazilit. Eliminimi i Brazilit dhe eliminimi i Gjermanisë janë befasit më të mëdha deri më tani. Se pak kush ka pritur që në këtë fazë dy kampion të botës, aty Brazili 5 herë të eliminuan kaq herë dhe të mos arrin të paktën në 8 kombëtarët më të mira. Mirë po me ndeshjen që po është mbrëm, por edhe atë që kam parashikuar diku para 10 ditësh kam qenë një emision televiziv, kam thënë që ka qenë faza e grupeve ende, kam thënë që befasia e këtij kampionati do të jetë Norvegjia, të cilën e kam parashikuar që do të shkojë deri në gjysmëfinale. Për arsyeën se ka njërin prej sulmeve më të frikshme në kampionat botror, luajnë pa kurfar presioni, sepse ata veç i kanë arrit pritshmëritë e tyre, janë kualifikuar në kampionat botror pas diku 28 viteve, era fundi nëse s'gaboj ka qenë Francë në 98, dhe për ta çdo sukses i radhës është për te pritshmërive. Prandaj fitore e mbrëmshme ndaj Brazilit dëshmoi këtë, e tani edhe në çerkfinale kur do të kemi përballë Anglinë, nuk do të ishte befasi nëse Norvegjia fiton ndaj anglezëve. Vërtet janë një ekip për të mbajtur mend dhe këtë kanë dëshmuar edhe në kualifikimet për kampionat botror kur kanë mundur 2 herë brendshëm Italinë, edhe në Itali edhe në Norvegji. Ndoshta arsyeja kryesore pse Italia nuk është në botror është edhe Norvegjia që ka në vendin e dytë. Prandaj skandinavët këtë nuk do të dallohen vetëm për atë festimin e veçantë që kanë pas ndeshjes me Topan, por edhe për rezultatet dhe unë pres që ata të shkojnë edhe në gjysmëfinale. Gaz, ka fuqi apo shihet Norvegjia si kompakte kështu, apo është Hallandi që po e merr kështu më shumë për dorë, apo është me kushtimin që mund t'i bëjë të lashë edhe Anglisë? Po, ata tash, ata dhe kushtrimin nuk kanë një presion të madh, domethënë me fituar patjetër. Domethënë ata futen lojë, ta bëjmë lojën çysh mundemi më së miri, edhe çka del, edhe po ju del mirë. Sigurisht që Haaland është pika kyçe, domethënë e Norvegjisë, po jo vetëm Norvegjisë, po si njëri prej sulmuesve më të mirë në gjithë Kupën e Botës, po edhe njëri prej sulmuesve më të mirë 3-4-5 vjet e fundit, domethënë globalisht. Kështu që ai është një lojtar i jashtëzakonshëm, domethënë Norvegjia ka edhe një Martin Odegaard që është një tru i ekipit i cili po bën mrekullira me ekipin. Kështu që çka do të ndodhë me Norvegjinë është mirë, është bukur, domethënë është befasia e bukur e këndshme e këtij kampionati. E tha kushtrime ka eliminu Italinë, është faktori kyç pse Italia nuk është aty. Domethënë ishte edhe Kosova që veproi njëjtë me Suedinë, po sidoqë të jetë domethënë Suedia e pati fatin që ne nuk e patëm, edhe Suedia depërtoi deri në finale të Kupës së Botës në kuptimin e fazës së grupeve, edhe një xhiro më tutje nëse nuk gaboj. Po është lehtë për Norvegjin tash, është lehtë për Marokun, është lehtë për secilën prej ekipeve tjera për jashtë Francën edhe Argjentinën tash, domethënë që e kanë presionin më të madh, unë besoj.
në gjithë vazhdimsinë e garave derisa të kryhet gjithçka, që me fitu me patjetër edhe me marrë kupën e botës. Tash këto tjerat, edhe Spanjën harrova deri dikon. Ekipet tjera, domethënë, tu përfshi edhe Portugalin që unë e adhuroj në kuptimin e faktit pse aty lund Cristiano Ronaldo, derisa kudo që kanë mri deri këtu, domethënë është fat. Jo fat, domethënë është mjaft. Tash e tutje çka do që ndodh me to është ekstra bonus, nëse të themi. E mirë për ta. Koshëm për te eliminimit Brazilit si shtet, a dhimbte edhe kjo situata e Neymarit. I po ata lët, ato lutje, ato ajo shtirje në fush. Një përfundim i keq po themi për Neymarin në këtë botror, edhe përfundim në fakt edhe i karrierës së tij me vëmendaren. Realisht duke po rezultatin 0-0, ishte e pritshme që t'inkuadrojë Neymar, sepse edhe vetë Ancelotti kishte thënë para kësaj ndeshje që e kisha në plan ta inkuadroja, por meqense rikthyem rezultatin ndaj Japonisë, nuk ishte nevojshme që përfshihej në ekipin në pjesën e dytë. Sigurisht ishte emocionues si inkuadrimi i tij ta shohim Neymarin sërish duke luajtur për Brazilin në Kupë të Botës, një lojtar që ka dhënë shumë për futbollin, duke luajtur edhe në Barcelonë edhe në Paris Saint-Germain dhe tash ku është në Brazil. Mirë po, edhe më shumë ishte edhe për shumë lojtar tjerë, për çfarë të bëjmë, edhe më shumë mund të jetë edhe për Ronaldon ose edhe për Messi nëse eliminohen në këtë fazë. Sepse do të jetë botërori i fundit edhe për ta. Kështu që për çdo lojtar që është botërori i fundit, natyrisht është emocionues edhe për ta, edhe t'i shohim në një gjendje të tillë. Por e mira e tij, paktën nëse ngushëllimi, nëse mund ta quaj kështu, është goli që shënoi nga penalltia. Paktën do të hyjë në histori të Brazilit, por kështu e ka futbollit. Do të shohim shumë lot edhe në këtë fazë, siç kemi parë deri tash, por Ku do të shohim pensionimesh. se kush natyrisht është ku pensionimesh, por e mira gjithsej është që edhe Messi dhe Ronaldo, lojtarë tjerë, por sidomos Messi që në këtë moshë është duke shkëlqyer, dhe siç është ajo thënia e vjetër, si vena sa më e vjetër aq më e mirë, dhe Messi sa më i vjetër aq më i mirë. Ose goti Ashtu nuk më në pajtohet fund. shumë tash. Kështu që ne do ta kemi fatin që po e shijojmë këtë kampionat botror, që kemi shijuar një karrierë kaq të begatshme si të Ronaldo, si të Messi dhe si të lojtarëve tjerë, edhe që po arrim ta shohim duke përfunduar karrierën e tyre me kombëtarën një kampionat botror siç është ai që po zhvillohet tani. Ne zgaboj është i pesti për të dytë, por vërtet është I gjashti për Ronaldo. Gjashti për Ronaldo, është krahasi të shohim ata ende duke luajtur, e madje duke shënuar gola. Kështu që uroj që aventura e tyre në këtë kampionat botror të zgjatet sa më shumë. Pse jo paramendojnë çfarë skenari do të ishte nëse takuan finale Portugali-Argentinë. Do të ishte ndeshja më mashtore e shekullit, sepse nuk Një besoj që mbyllje do të përsëritë një ndeshje tillë, por shkak të Ronaldos dhe Messit kuptohet, sepse Portugali e Argentinë mund të takohen në të ardhmen, por për shkak të këtyre dyve, nëse do të ishte një finale e tillë, në një përfundim i karrierës i dy legjendave, Në çat formë. në një sfidë të tillë do të ishte vërtet e jashtëzakonshme. Gaz mund me thonë që ekskluzivisht Brazili atë investoi te Carlo Ancelotti me apo pikërisht për çet ngjarje, për çet lloj modulit garës. A dështoi Ancelotti përkundër se ka një karrierë të hatoshme themi si trajner. Ka pas thonë Mourinho një intervistë para një kallabllak vjetëve që unë nuk luaj në fush, luaj lojtarët. Domethënë çfarë do lloj strategjie që trajneri domethënë e kërkon, nëse çajo nuk implementohet për lojtarëve, edhe tash na duhet më bëhet sinqert sepse jo gjithmonë munden më implementu strategjia të trajnerëve për shkak se domethënë loja ec jo çdo trajneri, po çish është ecuria. Edhe tash po trajneri është Ancelotti ndoshta trajneri më i mirë aktualisht, po ekipi i Brazilit nuk është më i mirë aktualisht. Domethënë është larg nga të qenit për ekipeve më të mira të Brazilit. Apo Domethënë nëse hin edhe sheh përpos atyne që janë fansa të flakt të futbollit edhe të Brazilit, ma shumë se gjysmë lojtarët e Brazilit nuk i njeh. As nuk e din ku luajnë. Edhe 13 e parë. Domethënë është një Vinicius, është një Casemiro, ka edhe tjerë, është Neymari. Ju mungoj Rafinha. Sigurisht domethënë po pjesa tjetër e lojtarëve janë larg nga të qenit lojtarë të kalibrit mësuar edhe në Brazil, kategorisë po. që ne me mësume e pa. Do të thonë për shembull kur Brazili ka fitu kupën e botës herën e fundit në 2002-ën, a këtë din çfarë lojtarë ka pasur.
Ili shpesh na kujtohet më shumë çato formacione. Absolutisht, domethënë shumica e njerëzve unë është me pyet kush u kon 2002-ën, din kush u kon 2026-ën, nuk e din. Kështu që po, a është një trajner i madh? Absolutisht që po. A ka rri me komponu ekipin që është dashur? Absolutisht që jo. A ka pas të lashe me ndonjë lëndim? Sigurisht që po. Po mendoj që Brazili nuk është në fazën e lullëzimit me lojtarë të kalibrit, domethënë Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Carlos e tjerë që kanë qenë atëherë. Në të fatkeqësisht, unë befasoj deklarata e tij që nuk e kish bot madhe fort humbjen, la me u kuptu që unë nuk kam marrë në Brazil me fitu 2026-ën, po 2030-ën, sepse më duhet një kohë, domethënë për me stabilizu një ekip, me komponu një ekip, edhe me garu shumë seriozisht. Po, ai Brazil, shoqër që hupi, domethënë dje edhe nuk i rata zonë për shembull, sipas menimit tem, me Francën, sepse kish me qenë një humbje shumë unë, që është vlerësoj Francën, edhe që është Franca për lumë, po besoj që domethënë kish me qenë një humbje shumë më turpruese se sa kjo që ai ndodhi. Edhe ajo, po që ishte turpruese, absolutisht që po, sepse Norvegjia nuk përbën domethënë një ekip të madh të futbollit global. Domethënë po vjen botror mas sa vjetëve. Edhe është që dallohet më shumë për nga skijimi, për nga sportet dimërore. Po, domethënë po sido që tjetë, domethënë unë mendoj që a ka përgjegjësi për humbjen, edhe Ancelotti absolutisht që po, domethënë a ka qenë dashur mund të intervenoj, absolutisht që po, a ka qenë dashur të bëj gati lojtarët psiqikisht, të bëdën me këto që na po e flasim, që Norvegjia hen me u kënaq këto që luan me neve. Si po ju mos e lëshoni veten me thonë se okay, na e bojnë Allah në Norvegjin, sepse na e kena një Vinicius, e kena një Neymar, e kena një dikant tjetër. Dhe më tek e fundit në fushë luajnë 11 me 11. Ka vëden, ka emnat mëdhej, po ju gjithmonë luajnë emna. E po më vështirësi Anglinë me Meksikën, kushtem ndoshta më shumë se çfarë pritet, edhe pse Meksika po njihet tash për një futboll të bukur edhe ajo është prit Anglia me ardhur deri që edhe tash është rrit që po themi nuanca e favoritës Anglia për të vazhduar tutje, duke ditë se do të ballafaqohet pikërisht me Norvegjin që e lavdum deri tash. Realisht ka kaluar një sfidë të vështirë Anglia mbrëm, sepse ndeshja është luajtur në stadiumin Azteca me një lartësi mbijetare mbi 2200 metra. Dhe është pritur që do ta ketë jetë vështirë. Ta mund është Meksikën përballë asoj tifozërie, vërtet do të lavdëruar dhe duket se Anglia më mirë po luan kundër kombëtarëve të forta, që ka dëshmuar ndaj Kroacisë, sesa ndaj kombëtarëve të vogla siç ishte Kongo dhe kombëtarët tjerë që i kishte në grup. Dhe nëse vazhdon kështu, Anglia nuk do të jetë befasi nëse shkon deri në finale ose fiton kupën e botës. Grupin e ka natyrisht vështirë, tash do të përballet me Norvegjin, pastaj në gjysmëfinale mund të jetë një përballje me Argentinën, por me atë që ka treguar mbrëm, madje duke luajtur për mbi 30 minuta pa një lojtar, me një lojtar më pak, Anglia nuk do të ishte befasi nëse veç e fiton kupën e botës. Dëshira ime është që vërtet Anglia ta fitoj njëherë kupën e botës, ta shijojmë atë atmosferë të anglezëve për atë që kanë dhënë futbollit, por mbetet të shijes. Gaza është Harry Kane pjesa më e rëndësishme e Anglisë që ka ardhur deri këto 6 gola tash. Unë domethënë janë ngjes Harry Kane-it edhe Bellingham. Ishte shumë i mirë edhe Bellingham. Dhe jo vetëm mbrëm, domethënë për dallim prej lojës tin Real në sezonën e fundit edhe para fundit, domethënë ai me Anglinë po shkëlqen. Domethënë po jep gola, po e merr barrën e lojës. Harry Kane është Harry Kane, mos ta ngatrojnë, është domethënë një Haaland, është një Mbappé, është edhe ky që dominojnë, domethënë qendërsulmi në Evropë. Po Bellinghami po bën domethënë një lojë të jashtëzakonshme, pavarësisht faktit që edhe Anglia domethënë ndoshta nuk e ka ekipin me emra të mëdhenj që na jena mësuar me pa përtej këtyre dy ose edhe një 2-3 tjerë. Sido që tjetë, për të këtyre fitoria më rëndësishme, unë e konsideroj se fitoren më të madhe, më të rëndësishme edhe më në këtë kampionatin deri tash. Sepse domethënë të lush në çat stadium ku unë shifsha sot videot e reagimeve të njerëzve, domethënë. Është
si me lutë dikush basketbol në Mitrovic. Shasi. Zjara. Edhe absolutisht që po. Domethënë është një pasion i jashtëzakonshëm i meksikanëve për futbollin. Domethënë është njëna pi shtëpiave më të nxehta, domethënë më të flakta të futbollit. Gjithandaj botës sado që na mendojmë që çdo është në Angli, po megjithatë është atje. Tash nuk është shumë problem ndeshjen e ashme të Anglisë me Holandën, besoj që e ka lënë pa problem. Me Norvegjin, po, domethënë me Norvegjin, po pjesa tutje edhe unë do doja tash i Anglinë deri në finale. Domethënë tuajm poshtë Norvegjin edhe potencialisht Argentina, sepse nuk kam qatë shumë qef me pa Argentinën në finale, sepse i bjen me lujt me Francën edhe mandej bojnë hile prap si para 4 vjetëve. Domethënë në ndeshjen me spektakël që ishte. Po vazhdoj të besoj që ekipi më i mirë në kampionat derisa është Franca. Për mua. Ka një pajtueshmëri pothuajse përfshir edhe Spanjën këtë, se prej ndeshjes së parë Spanja është përmirësuar dukshëm. Nëse shikojmë për nga loja, Franca dhe Spanjën, dy kombëtarët më binë se për mendimin e. Anglia ka ngjesi, herë lun mirë, herë lun do, por sidoqë tja domethënë Franca ka dominuar pak shumë. Edhe ndeshja me Paraguay, domethënë ka qenë njëra prej ndeshjeve më të vështira. Ajo konsiderohet si luftë për ta. Absolutisht. Domethënë edhe më pëlqej dikush që tha që Deschamps e ka përgatit ekipin edhe për këtë pjesë. Kur e tham te Ancelotti, a ka bërë njëjtin gjë me lojtarët e Brazilit. Domethënë Deschamps ju ka thënë që keni me lumë disa lojtarë që kanë më provokuar gjatë gjithë kohës. Edhe kanë me provu, se më thonë, me ju qitë prej vetës, edhe mas në ju me eskalu. Po ishte një ndeshje domethënë shumë e disiplinuar e Francës, edhe unë jam tifoz i Francës për i vitit 98, domethënë kur ka fitu kupën e botës me Zidane ndaj Brazilit. Ka pas filen gjysmë finalin aty? Te goli kundër Kroacisë? Po, ka mujt me pas, po, domethënë, po gjithmonë po ka, pati hile edhe ndeshjen e kaluar kundër Kroacisë, Tazan për shembull, domethënë që ishte ajo prekje fantazma, prekje e paprekshme, domethënë e papome, si nuk shihet. Domethënë që nuk devijon topi as për 1 milimetër në drejtimin e ecjes lëvizjes tij. Kështu që gjuna derisa falem, domethënë për emrat më dhaj që e lanë botërorën në slujt më Modrici, domethënë është figura ma nuk po e quaj tragjike se nuk o prit shumë, domethënë për Kroacisë. Ndoshta edhe që të fazën domethënë në 16 e finales, po jo edhe më tutje. Po sido që tjetë domethënë janë për lojtarë më elegant, më kreativ, më intelektual që e ka pas futbollin e herë. Unë menoj, ndoshta më Zidanit është Modrici. Ku folëm për Spanjën, kushtim sonte ndoshta ka ndërpërballet më të forta të botërorit, ndoshta deri më tani. Apo ka besim më shumë që Spanja mund ta kalojë edhe Portugalinë, apo shkaku që Portugalia po e ka një njerëz siç është Cristiano Ronaldo mund ta eliminojë edhe Spanjën. Realisht nuk është që po bin shumë Portugalia, kam prish shumë për i tyre, mirë po së mos në ndeshjen me Kolombin, shfati ka shumë me pso humbje. Edhe me Kroacinë nuk është se kanë qenë shumë bindës. Kroacia, ishte para se përfundon minuta 90 ishte 2 gola që janë e lumë para 2 golit minuta 6. Vërtet nuk besoj që ka me posë shumë vështirësi Spanja ndaj Portugalisë. Është një Spanjë dominuese e cila mund të fitoj në brenda 90 minuta ndaj Portugalisë. Ka sistemin e mbrojtjes topit, gjasa do të jetë edhe me sistemin e mbrojtjes topit, po edhe me gola dhe po besoj shumë që sonte do të jetë ndeshja e fundit e Ronaldos me Portugalinë në Kupën e Botës. Unë menoj që ose nuk do të ishte defensive se fiton Portugalia, por e shoh Spanjën që do të dominojë edhe ndeshjen me rezultat. Nuk pajtohem, domethënë absolutisht. Beson Ronaldos kas. Jo, i besoj Portugalisë si ekip më shumë se sa Ronaldos, domethënë për shkak të vjetëve të Ronaldos. Ai ndoshta edhe mund të mos e filloj lojën, edhe mund të mos e përfundoj. Po impakt ka me pas. Po Portugalia domethënë ka një ekip të hatashëm. Për mua, mendoj që mas Spanjës kështu ekip me emra si Portugalia pak kush ka. Domethënë Spanja po ka një ekip, trajnerë po mundohet me komponuar lojtar kryesisht 3, po kur nalesh me këshyre edhe këto, domethënë kush janë sulmues se Spanja
Unë ki problem, janë 90% njerëzve me ja u qëllua emnat e lojtarëve të Spanjës. Më thënë, kështu që nuk është më Spanja e Xhavit, e Iniestës, e David Villës, e Fabregasit, e ku e dione. Dhe më thënë, po a është një ekip interesant, po a është një ekip që po lunë mirë, po edhe nëse nalim me shohim, dhe më thënë, nuk ka që ka shkëlqyme shumë me rezultate, dhe më thënë, Po. edhe E Spanja. ka stilin e lojës vetë, nuk është që e ka Sigurisht, po. ajo njihet për qatë stil të lojës, dhe nuk mundesh me ja mohu këtë fakt, por mendoj që Portugalia e ka lënë pa problem në Spanjën. Edhe e shoh Portugalin, të më thonë, në gjysmëfinale po se po shpresoj që ti nuk di shorti nëse i takon apo jo, po Jo, me Argentinën vetëm finalit e kanë. po më me Fituesja Spanjë, po me Francën gjysmëfinale. Fituesja kësaj ndeshje luan luan me me takuan në gjysmëfinale. Franca Portugali. me Portugalin, do doja që të shihja, do të thonë, këto dy ekipe në finale dhe kushdo që do të fitonte për mua do të ishte bingo. Do të thonë dy ekipet e mia të favorizuar, thash, Francën prej motiku më parë. Po ashtu pa Edhe presion Ronaldo tani lojën. Po, absolutisht, do të thonë, prap kam qef, do të thonë, me fitu Franca, nëse i bjen me lujt, po me fitu si me thonë ja 4-3 dhe 3 golla për Portugalin më afër. Në spektakël. Me që ke që ka shbindi gaz, çfarë mendon që është rezultati sonte rivali Spanjë? Po, besoj që me një gol më tepër fiton Portugalia. Do të thonë 3-2-1 çështë diçka. Rezultati ngushtë. Po. Është për ty? 2-0 për Spanjën. Sigurt Sigur po gjotë me bindje po. Është një Spanjë dominuese ndaj Portugalisë, nuk është se po mbien shumë Portugalia. Sidomos ndaj Spanjës, e ka rastin ideal Spanja ndaj një kombëtare të fortë në dëshmu vetën. Nëse do të më shku tutje. Që besoj që ka më qenë nota e Jamallit. Okej. Do të flasim ndoshta pak më shkurt për ndeshjen Amerikë-Belgjik. Unë personalisht për veti hiç nuk po shmuj me po favorit mes tyre dyja, dy skuadra që pak a shumë si tu befasu, se jo shumë me siguri të shku tutje, megjithatë është Amerika është befasi më e madhe, kush vazhdon tutje sipas teje. Çfarë kthesin që ka po Belgjika në kundër për Senegalit, po. me largimin e yje që besoj që ka qenë krucial edhe vendimi i trajnerit që i largoi gjithë yjet e mundshëm që i kishte informacion, madje po të dhime kur dilën ata pe fushës. Ka drejt lojtar të tjerë pa emra shumë, por arritën ta rikthejnë rezultatin e madje të fitojnë edhe në shtesë. Mendoj që ai tregtim që kanë bërë nuk do ta kenë shumë probleme edhe ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës. Është sukses i madh për Amerikën që ka arritur deri këtu, pavarësisht që botërori është mbajtur shtëpinë e tyre, mirë, po e shoh Belgjikën që do të kaloj tutje. Në fakt ka nisë për Do Amerikën. doja shumë që Amerika të vazhdonte tutje, por nuk besoj që Belgjika do të lejë këtë herë të ndodhë e njëjta gjë siç ishte me Senegalin kur përpakse. Në fakt mendoj që ka nisë edhe për Amerikën me u kriju ky imazh që luajnë edhe futboll. Deri tash është shkon ndoshta më jo, s'ka futboll në Amerikë, po duket që është më e komponuar tash. Në këto kampionatet e fundit të botës, Amerika e ka një farfatit çuditshëm dyqysh që jec të përtan shkon, domethënë deri çto. Po dhe dëshmon vetë. Çerek finalja më rrin. Po nëse Trumpi nuk intervenon, ai qysh, domethënë që ai edhe mundet me bë. Se lema trofeun që të ai mendon se domethënë pushteti që ai jep vota në Amerikë atje mundet me ushtruar gjithçka tjetër. Ai goli Kroacisë do të pranoj nëse do të ishte Amerika. E kam probleme me pani Amerikë që shkon më tutje. Domethënë Belgjika po është do farë sfida çto 2-3 vjet e fundit, 3-4 vjet e fundit, po kështu Belgjika ka dominu futbollin botëror si kombëtare në renditje për vite më herë, domethënë ka qenë e para e dyta që aty dikon gjatë gjithë kohës. Fatkeqësisht ajo gjenerata e artë që ka nisë me ushter, domethënë nuk e pati ndaj farë suksesit më, po nuk besoj që i sjell një telash Amerika, sado që mund të jetë një farë përparësi amerikane faktit që ndeshja luhet në Amerikë dhe që tifozat po nuk i shoh dyqysh tifoz amerikan të dallëdis për ekipin e vet. Nuk janë si ata të Amerikës Latine. Qysh kanë për shembull meksikan ose qysh munden me kanë çash thonë. Po italian ose dikush tjetër kënej pari kanë. Kështu që mendoj që Belgjika është mirë me shku, sepse prap Belgjika është në emër më i madh në futboll.
se sa Amerika. Edhe mos e rëndë. A është interesant me shku edhe Amerika, po, a kish me ndihmu, se me thonë pak imazhit futbollit në Amerikë, absolutisht që po futbolli në Amerikë është sport i mërzitshëm. Do më thonë kanë problem ata me... Se kuptojnë bile. Do më thonë, Amerikanë nuk dim pse është pozita jashtë leuje, do më thonë, pse është kartoni verdh, pse është kartoni kuq, pse është auti, pse... Është për kartën të kuq garante mësojmë, se veç ju para më morë me qitë të fundit. Kena volë në fund për Golashenusin, po me që e prekom që temën e kartonit kuq edhe heqen për Balogun dhe falendrimin publik të Trumpit për Infantinën. Që është kjo pun gaz, që është e mundur me ndodhë, po më është ndërhyrje direkte dhe do të FIFA me e pranu këto, që shiqet kartoni kuq mëse e kalon gjyqtari. Thash që ky Trumpi po mendon që edhe në këtë institucion, do më thonë që e menaxhon futbollin botror, mundet me bo çka dën. Na e dina që ai detyroi para pak mujve, do më thonë FIFA më jep një çmim që s'u jep kurr. Për pace. Dhe qysh. Luftën tana onë, çmim për Do pace. thonë, tash Trumpi nuk është një mirë futbollin. Pa e vazhdon me besu të azon për shembull se ky kampionat i botës që po nuk ka pas kurr, as nuk ka me pas kurr, do më thonë as përsa i përket organizimit, as tifozave, as jeshtisë, as bukurisë, as garës, as kurrë gjë tjetër. Do më thonë ajo është një president i cili flet, do më thonë ja vetës që të liri me folë edhe me vepru edhe me po është do më thonë totalisht e pa imagjinueshme, do më thonë mu qu dikush në Evropë dhe mi thonë atina bën e qitë punë. Do më thonë Macroni ose Po është shumë e mollë. Mirci ose kryeministi britanik ose dikush tjetër. Kancelari gjerman. Do më thonë jo, nuk ka punë që ndodhë, me den ata ju vjen marrë me Me fasoj ty kjo. Në fakt të shbon pra pas kena, në ashta se shbola, po kjo falëndërimi që ke publik, sigur e legjitimoj ndërhyrjen. Çka be fasu se për vetë futbollin. Kur jemi te karton të kuq nëse i tull me pos kartonat kuq që shkon Paraguay, që halon e kuptoj atë refer, qysh nuk ndoj ki kartonat kuq për lejtarët e Paraguay që luishin, që i ke mos para luftës në Kosovë, ekipe vendas kur do i keme bo presion të kundërshtari, me ke gjithë të tilla, ose dhe vitet e para pas luftës, se nuk ka pasur shumë kamera dhe duhet me fitu pa tjetër vendasi, ti e ke zgjidhur mënyrën, po kartona referi nuk ka gëzuar me dhon ty karton të kuq, se ti e ka vendas edhe s'ke mujt me dal ç'nash e mirë. Preq aty. Aty stadi. Po kanë kampionat botror po ndodh shumë çka, është vërtet i veçantë. Një luftë për te luftët për trofeun gaz, po bëhet edhe për Golashenusin më të mirë. Është bën një shtatësha të rënë me Mbappen, me Haalandin, Messi ka 7, e përmendim Kin që është 6, pastaj Dembele Bellingham nga 4. Të gjithë janë ngarë këta shka po luftojnë, Ronaldo ka mbetur me 3 për momentin. Kush po mendon që do të jetë këpucë e ortë e këtij eventi? Varet shumë kush shkon finale. Domethënë, edhe unë mendoj shumë që kush do të mrin finale, nëse janë 2 prej këtyre që janë nga 7 gola, atëherë njëri prej tyre sigurisht do ta marrë këtë çmim, domethënë si Golashenusi më i mirë. Mos të harrojmë, Mbappe në finalen e kaluar i ka dhënë 3 golla, nëse nuk ka bajt. Me Argentinën. Kështu që çon shumë pesh, domethënë fakti kush depërton më tutje. Ose E bedin, nëse Haaland eliminohet ndaj Anglisë, ai mund t'jap gola, po 1-2 nuk shkon për te non. Po Mbappe domethënë mund të shënoj 1-2 ndeshjen tjetër, 1-2 ndeshjen tjetër, 1-2 ndeshjen tjetër nëse vazhdon. Messi po ashtu. Domethënë ai ka një magnet në kamë që i vjen topi edhe ka një shot i cili kur niset domethënë nuk huq. Kështu që kush duan me marrë që to, sigurisht du Mbappe me marrë, sepse luan në Real Madrid. Po, a e meriton, absolutisht që e meriton. Domethënë, a ka potencial, absolutisht që ka potencial, domethënë Mbappe mas shumë se krejt tjerë, edhe për faktin që lojtari është vetë, edhe për faktin se ka në ekip, domethënë që mundet mi asistu gjithkush. Domethënë prej lojtarëve, dash Olise aty prej qendrës, dash Dembele prej majtës Adiatës, dash ky Barkolla pionës tjetër, është Chouameni ose kush do që luan në mes fush, po Mbappe është prej lojtarëve të rrallë në krejt këta shtatshën, domethënë këtë 4 e shtatshëve që mundet me marrë topin te 16 shi vetë edhe me vrapu dhe milion këtë tjerë më rapa, domethënë edhe me shku me jap gollën që Messi nuk që se ka po përpara, po nuk mundet me e bë më. Është tash Messi më shumë atë rolin e kontrolluesit. Absolutisht, nuk i mohohet fakti që ai mundet me qenë edhe është
lojtari i dytë më i mirë në botë mas Ronaldos, po Me jenë kesh rrugë, s'këm qore para u këtë rastë. Me që ki drejt me ragu shtu kushtem. Po është e Mesin që mundet me marrë edhe këtë trofej. More, unë që shpeshëm Mesin e ka me lutë në 2030 me këtë formë që e ka. Po, Shumë do doja që Messi ta fiton të këtë trofe, ata dëshmon të njëherë për gjithmonë të ishte gjitha dilema që ai ka Ai shkon në fund i debatit, a? Gjithmonë që lojtari më i mirë i gjitha Qare, kohëve. kupa e kalume për Argentinën nuk kanë shumë e diskutueshme. Nuk po di pse diskutuesh me gaz në Ja, këtë rast. Denti, domethënë me kur fitoret e Argentina ka merituar plotësisht, por nuk do të ishte befasi nëse do ta fitonte edhe Franca ose se ata e kanë Franca ka merituar. merituar më shumë se Po, ka pasur nëse edhe thu që Curin më kanë të mirë, bo, rezultatet i kanë më ndihmuar mirë. gjyqtarë se Sigurisht që i kanë diçka ndihmuar. nuk e Atëherë besoj Trump se nuk s'ka ka pasur. qenë atëherë domethënë që ka mujt me intervenu, po që Atëherë ka e pas kanë merituar domethënë, plotësisht, por nuk do të thotë që nuk e meritojnë edhe këtë herë me lojën që po bujnë. Pavarësisht që ndeshja e fundit nuk ishte shumë bindse ndaj ekipit gjelbët. Kur jemi tek Messi dhe tek ta yje të tjerë është hera po nëse nuk ka bëj që ka kaq shumë lojtar me kaq shumë gola në kampionat botëror, gjithë Sidomos deri lojtar në me play-offs. emër, gjithë sulmues kryesor të kombëtarëve tyre. Dhe këtu të mos harrojmë është edhe Harry Kane që mund befasoj dhe të kaloj gjithta. Pra gjithçka varet se sa do të shkoj tutje kombëtari atyre dhe dallimi i vogël për kampionate të tjera është se këtë herë kombëtarja që shkon në finale ka një ndeshje më shumë se sa të kaluara. Tash i bën me lut 8 ndeshje. Jena të kaluara i kanë luajtur maksimum me 7 një kombëtare, sepse kanë qenë 32 kombëtare, tash janë 48, ka pasur më shumë kombëtare të vogla. Mirë po, unë shumë besoj që Messi do të jetë i pari, do të shkëlqej të paktën me 2 gola ndaj Egjiptit dhe Messi mundet domethënë me që traun me koni pari. Sepse Jo, ka edhe po ndeshjen që flas ka me të për madh. deri në fund, Jo, po deri në unë po fund. flas për çfarë, këtë fazën, Shkak që domethënë pres Argentina që- dhe Messi e kanë këtë lojën e këtij raundit pa kryme. Këta tjerë i kanë 7 ndeshje golla, më po e pak. kanë një lojë më Ndeshje shumë, më domethënë shumë, 5 lojë. Ky ka 4 Ka lojë. përparësi. Po unë shpresoj që Por- Messi të luan. Nëse shkon deri në gjysmë finale, prapë kanë një ndeshje për vend tretë. Apo luat ta? Luhet vend tretë. Ose po Gjithmonë luhet është luajtur në luhet besoj që është hequr. Luhet vend tretë. Kampionati evropian duket të është hequr. Nuk luan Messi në atë lojë. Nuk e shfrytëzon si mundësi. Lun nëse humb gjysmë finale, them, mirë po e shoh Messin që do të përfundojë edhe këtu i pari edhe do të jetë gjitha dilemat që i përmenda më herët. Edhe pse veç i ka hequr me atë që po tregon edhe tash edhe që ka treguar gjatë gjithë karrierës vet. Që nuk e di pse kemi ende dilema se kush është më i pari apo i dyti, se i pari është dëshmuar. Se që pak problemi e dhonë fund edhe me shtjerë këtë farë debatin për Messi dhe Ronaldo, që po thotin nëse edhe e fiton kësaj Ronaldo, ndoshta që atëherë me herë fund edhe pse thonë se ka Ronaldo prapë. Do të jenë aty për diskutim të këtij lloji. Gaza kështu lojën son ta kina i plan tjetër, Portugali Spanjë. Jo, nuk kiqa me pas plan tjetër kur luan Portugalia me Spanjën. Po besoj për edhe Qa është loja që të kamet, si me thonë, se po e përfundojnë, po që të kamet Jo. marak që s'e ke po në qëtë vëtë të ishë. nuk ka që ku mujt me i pa në shumë lojë, dhe më thënë, për shkak të ndalisave që na janë ba. Dhe më thënë, po, kam këshyrë shumë lojë, Ndalesa puna e transmetimit. po, Kroacin nuk kam mujt shumë me për cilë, për shkak që kam pas qef. Edhe ndeshjen që më kam bit një falë me Raku me pa konë Bosnia me Amerikën. U lu vojta në 3-7. Dhe më thënë, jo veç për ata, po dëqysh, më thënë, Bosna u konë mas afër prej neve, që se dëqysh, edhe dëqysh ka kalu si na, po den, e ka pas atë farë fazën e eliminu Italinë, kualifikimeve jo. edhe nuk ka që s'kom pas qef me pa Bosnën me një fazë edhe ma të avancume, po që atë lojë kom pas qef me pas, se dëqysh kom menu që janë si komtare të barabarta deri dikun më nalë me këshyrë hallë dhe hallë. Po, Unë kam bërë marak ndeshja në brëndshme, Meksik, Angli, Po, ashtu kështu kur i po highlights, thoë, we. kam drejt zgjuar deri në 2 mëngjesit duke pritur që po fillon në 2, thash pak në ta shikoj pjesën e parë, Edhe? kur u shty loja 1 orë, pastaj ishte pa mundër, gjithë kemi obligimet, nesër të dalim punë dhe jo, unë e pash pjesën e dytë dhe e pash, dhe më thonë, sidomos 20 minutat e fundit. Ta marrë këmendje që atëherë ka nisë loja për dyja ekipet, shkak të energjisë mos. energjisë. Dhe më thënë, e këta bile nuk u nalqen kur dhe në Meksikan. Wow, gjatë gjithë kohës, dhe më thënë, solm, nuk është që edhe ata nuk i bëjshin të kundër solmet të shpejta.
Po, dyqysh me lujt, se loja zgjati shumë kështu, plus një 10-15 minuta kanë ekstra kohë, veç mos më unal kur, dhe gjatë gjithë kohës, Futbolli pas. nga, u konë prej ndeshjeve me i majt men për angazhimin me në jo. Faleminderit shumë. Erdhët edhe nisëm bashkë të këtë pjesë, po themi, të Sportcast botrore, që do t'jemi në vazhdimsi. Ku shumë faleminderit që ishe i mysafir. Faleminderit shumë, kënaqësi me qenë në emisionin e parë për kampionat botror e uroj që të mos ju dëshpëroj me parashikimet ta nisim bashkë. Faleminderit shumë. Gaz, faleminderit shumë për ty që ndodhte koha ishe bashkë me neve. Faleminderit shumë këthirë, kënaqësi gjithmonë me folë për sportin që është një pasion jam i dytë mas nga starisë. Juve, faleminderit shumë me të nderuar që ishit bashkë me ne me Sportcastin e botrorit, do shihemi sërish nesër në të njëjtën kohë. Faleminderit për vëmendjen.